Skandali i vjedhjes së Bankës së Shqipërisë teksa ka bërë të heshtin edhe zërat më kritik të politikës, duket se nuk ka ndalur dot nervozizmin dhe shpërtimin e qytetarëve shqiptar, që prej zbardhjes së skandalit shqiptarët në rrjetet sociale kanë reaguar duke quajtur këtë si vjedhjen më të madhe të ndodhur në Shqipëri që prej firmave piramidale. Fotot e publikuara në fundjavë që tregonin luksin e familjes Fullani e veçanërisht fotot ku djali i tij fshin djersët me kartmonedha 500 euro i kanë hedhur më tepër benzinë ndinjatës së qytetarëve. Fotot e jetës luksoze kanë bërë që në rrjetet sociale të vërshojnë nisma për organizimin e protestave që kërkojnë dorëheqjen e guvernatorit. Duke nisur nga e hëna do të ketë protesta para Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve të tjera ligjvënëse për largimin e Ardian Fullanit nga Banka e Shqipërisë. Një grup që është krijuar nga Zirkon Disha, njohur në protestat kundër armëve kimike, ka lajmëruar protesta përpara bankës, nisur nga mëngjesi së hënës, ndërsa një grup tjetër i hapur me emrin Demonstrim Antikorrupsion ka bërë thirrje për protesta përpara kuvendit. Deri tani për vjedhjen e 7 milion dollarëve janë arrestuar 8 punonjës të bankës dhe nipi Ardian Bitraj, ndërsa guvernatori Fullani në një deklaratë për mediat javën e kaluar tha se gjitha kjo ndodhi pasi disa persona nuk kryen detyrën e tyre. Ai nuk la të kuptojë se vetë kishte përgjegjësi në këtë skandal, por shtoi se po bashkëpunohet ngushtë me prokurorin për ndëshkimin e fajtorëve.